Shumë prej figurave kryesore të politikës shqiptare hynë në skenën publike në fillim të viteve 90, me një profil modest, një apartament para fabrikat, rroba të thjeshta dhe një jetë larg luksit. Por sipas gazetarit Adriatik Doçi, pas më shumë se 3 dekadash në politik, disa prej tyre janë kthyer në ndër politikanët më të pasur në rajon. Në një analizë dhe publikim të fundit, Doçi sjell në vëmendje atë që ai e quan lista e pasurive të lidhura me familjen e ish-kryeministrit Sali Berisha. Sipas tij, bëhet fjalë për një rrjet pronësh që përfshin 10 banesa, vila dhe apartamente, të cilat pretendohet se janë akumuluar ndër vite nga familjar apo persona të lidhur me ta. Gazetari pretendon se në këtë listë përfshihen rreth 40 prona, të cilat sipas tij dëshmojnë për një pasuri shumë më të madhe se ajo e deklaruar publikisht. Doçi thekson se ky transformim nga një jetë e thjeshtë në një pasuri të konsiderueshme ka ardhur si rezultat i ndikimit të gjatë në pushtet dhe kontrollit mbi mekanizmat shtetëror. Sipas analizës së tij, një pjesë e pronave janë regjistruar në emër të familjarëve apo personave të tretë, një praktikë që shpesh përdoret për të shmangur vëmendjen publike apo hetimet mbi origjinën e pasurisë. Ai ngre pikpyetje mbi mënyrën se si janë siguruar këto prona dhe nëse institucionet përgjegjëse kanë bërë verifikimet e nevojshme. Publikimi i kësaj liste ka rihapur debatet e vjetra mbi pasuritë e politikanëve shqiptar dhe transparencën financiare të tyre. Në opinionin publik, vazhdon të mbetet një nga çështjet më të diskutueshme fakti se si figura që nisën karrierën me kushte modeste kanë arritur të ndërtojnë pasuri të konsiderueshme gjatë kohës që kanë ushtruar pushtet. Ndërkohë, pritet të shihet nëse këto pretendime do të sjellin reagime politike apo hetime institucionale mbi pasuritë e përmendura.